dash presidenca tjetë e vëmendshme, e vetëdijshme edhe çdo herë e gatshme për intervenim, për mbrojtje, o dash se ka pas mundësi edhe në Këshillin e Sigurimit, ka pas mundësi edhe në për Parlamentin Evropian ose në për Këshillin e Evropës me prezantu, ka pas mundësi kryeministri në secilin vend ku ka shku, ka pas mundësi ministri i jashtëm, ministri i drejtësisë, asnjë veprim se kanë bërë këtë drejtim për mbrojtjen e vlerave të luftës dhe autoritetit tashimtar atje. Unë nga gjithë kjo e shoh nga më shumë e shoh një frikë nga ashimtaqi dhe 5 vjet që është në burg atje, sesa e shoh një mbrojtje për mbrojtjen e vlerave të luftës. Në këtë drejtim, unë e gjykoj veprimit negative të qeverisë, të presidencës, po themi qeverisë dhe gjitha ministrive, që nuk kanë marrë një angazhim të duhur për mbrojtjen e vlerave të luftës. Kjo e dëshmon frikën e tyre, papërgjegjësinë e tyre institucionale në mbrojtjen e të drejtës sonë, luftës sonë, sepse atje nuk po gjykohet ashimtaqi, ja thamë edhe një herë, po atje po gjykohet ushtria shqiptare e Kosovës, ajo që ka kriju këto vlera. Vendimi fillestar u tha që mund të jepet në muajt e parë të këtij viti. Presni që të ketë përfundim në favor për ish-krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Me sa kom lexuar mes rreshtave, procesi e mbyllet me 18-in, shkurt, dhe aty i ka, domethënë diku 90 ditë apo që të 2-3 muaj, po që të riqen palët trupi gjykatës. Të merret vendim, po vendim mund të merret dhe më shpejt se ato 90 ditë, po diku mes rreshtave kam lexuar që ka mundësi të zgjatet edhe për 60 ditë të tjera, sipas volumit të dokumentacioneve që të shqyrtim. Unë mendoj që duhet se ata e kanë përcjell gjithë situatën tanë kohën përmes dëshmive dhe sigurisht se për secilën pikë ose secilën dëshmi kanë marrë vendime me kohën dhe ata do ta japin një përgjigje ose një vendim do ta marrin brenda afatit kohor, i cili është ndoshta edhe më shpejt mes prillit, e cila do të jetë një vendim që unë du me gjithë ato që i kena pa deri më tash, në pjesë e procesit, në pjesën e mbështetjes ose mbrojtjes që e kanë dhënë edhe dëshmitarët e mbrojtjes, sepse atje nuk trajtohet asnjë proces ose asnjë dhunë ose asnjë vrasje, cilët janë pretendu këtu që i kanë akuzuar oponent politik më herët. Kjo tregon që atje do të ketë një vendim të drejtë, vendimi do të jetë lirues.